Do gjithmonë mbaj një blok me vete për gjithë ata që punojnë me mua. Është një agent dhe kam një si këshill nga Simitis, ish kryeministri i Greqisë, i cili gjithmonë mbante një blok dhe kur takohesh me homologë, sepse thoshte që ky nuk harron. Ndërsa mendja edhe harron dhe njeriu kujtohet. Dhe pikërisht në atë lloj pamje, po ta shikoni ju, kanë qenë disa çështje, disa probleme që janë diskutuar me dritanin. Pra ky ishte momenti i parë. Momenti që u transmetua video, zoti Meta nxjerr një blok. Atë e pranoi domethënë tek emisioni, tjetër që tha, unë mbaj një blok, e kam nga ish kryeministri Simitis grek, që mbaj shënimet e mia. Pra nuk tha që nuk jam unë ai që dola me blok atje ose probleme tjera, kupton apo jo? Nëse, pra atë çka ndodhi në regjistrimin në kasetën që transmetuam, e pranoi edhe në një emision tjetër. Kalojmë në hapin e dytë. Ka marrë një mesazh nga personi të cilit i përmendet edhe emri në këtë bisedë dhe që ka qenë këshilltari i kompanisë në fjalë, ku ai thotë, mund ta lexoni zoti Dylgjeri edhe si gazetar. Të kam thënë që dëmi që është shkaktuar kompanisë nga zvarritja dhe mosbatimi i vendimit gjykatës është 700.000 euro. Filani. Pra, momenti i dytë ishte deri në 700. Ne nuk thamë dhe asë nuk kemi thënë asnjëherë që nëse janë para që do t'i merrte dikush apo dikush. I do fitonte apo jo. Po flasim të tjerë. Transmetuam një pamje. Po, ai tha që ka qenë dëmi që mund t'i shkaktonte kompania filane e lexuat vetë. Nuk tha në konferencën për shtyp që të pat, nuk tha që ç'është kjo shumë. Nuk e kam thënë nuk këtë. Thjesht më thënë tha atë që nuk po themi justifikoj, po tha që kjo vlerë është dëmi që i shkaktoje filan firme. Bukur, pra, nuk kundërshtoj asgjë. Kalojmë ke momenti i tretë. Mund ta sqaroj shumë qartë. Po të them, po. Është emëruar në bazë të një kërkese të saj personale, pasi me të unë kam pasur një raport shoqëror, ka patur të gjithë kualifikimet për këtë çështje, sepse ka patur edhe gjuhën përkatëse për shkak të studimeve që ka bërë në Zvicër e tjerë, dhe tjetra që duhet të them dhe që s'dohet merresh me këtë çështje, ka pasur dhe i problem shëndetësor, dhe për këtë çështje ka pasur edhe një ndërhyrje delikate, edhe të vështirë, dhe ky ka qenë thjesht një raport, do thosha, njerëzor dhe shoqëror. Ka qenë plotësisht brenda të gjitha kritereve. Pra, bëhet që fjalë për një vajzën e një titullare në Shqipëri, po tha e çova sepse ishte e sëmur. Pra ajo çka u dëgjua në regjistrime në kasetën që transmetuam ne, zoti Meta ju përgjigj. Po tha e bëra këtë sepse ishte e sëmur. Pra në atë kohë nuk tha që, more, ç'është kjo vajzë? S'kam folur njëherë për këtë vajzë. Po jo, po ç'është kjo fars, bile sepse këtu do fitej. Po, e çova sepse ishte e sëmur. Në rregull, jemi deri këtu. Hapi tjetër. Për to akuzat pse kam kërkuar si kryetar i LSI-s për të ndihmuar, për të punësuar njerëz apo elementë caktuar nga LSI-ja, unë jam kryetar i LSI-s. Kjo është një detyra e ime që të ndihmoj sa më shumë aktivist, simpatizant që të punësohen dhe këtu nuk ka asnjë gjë të paligjshme dhe asnjë gjë të pandeshme. Unë jam kryetar partie dhe kam për detyrë të punësoj njerëzit. Ka ç'punë ke ti njerëz. Në rregull, jo, kam me njerëz me ata që na ndjekin për respekt atyre, po flasim sot, kupton? Nuk kam asgjë me zotin Meta, me zotin Prifti, absolutisht. Thjesht do të sqarojmë teleshikuesit tanë që nesër pas nesër e dëgjuat? Rregull, hapi tjetër shpejt se s'kemi kohë, shpejt.
Ishte një kompani shumë e rëndësishme për shkak sepse ajo siguronte teknologjinë, turbinat, pra ishte një partner shumë i rëndësishëm për të gjithë këtë vepër, e cila kishte gjithashtu një përqindje prej 6.66% apo diku prej 7%. 6.66% gati 7, dhe më thënë është... Shëmë si ka jo tani dhe ti. Vetëm, jo, e thash gjitha këto gjëra, për parë, më thëmë, vërtetësime ato që kemë transmetuar ne, dhe reagime që bëm vetë personat pjesëmarrës në video. Por tani duhet ju bëj një pyetje që ta kuptoni edhe ju, besoj bën edhe ju në përshtypje. Si ka mundësi që në këtë emision që doli zoti Ilir Meta, një javë më pas asaj që transmetuam ne, i ka dëgjuar të gjitha mirë ato që ka u thënë në kaset dhe reagoi. Si ka mundësi tash muaj më pas, ekspertët nuk i dëgjojnë dot këto biseda që janë bërë. Vetë zoti Ilir Meta i dëgjoi dhe u përgjigj për punën e bllokut, për 6%, për 700, për punësimin e vajzës dhe një simpatizant i antar të LSI-s. Sot nuk dëgjohen dot nga ekspertët, po çdo dëgjohen nga ekspertët kur eksperti e thanë detë shkretet, kupton apo jo? Më lëre t'ju citoj edhe një herë, thotë me programet dhe njëritë që ne disponojmë, nuk jemi në gjendje të përcaktojmë se si është bërë shkarkimi i materialit audio-video me daprifti në pajisjet e tjera. Po kur si jeni në gjendje të shi? Po thash ta mbyllë që në fillim o Jo, nese mo, ore,